Opozitari i Aleanca për Shqiptarët vlerëson se mesazhi i presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa ishte i qartë. Marrëveshjet duhet të zbatohen. Sipas ASH-s, ky qëndrim demanton arsyetimet e qeverisë dhe nxjerr në pa dështimin e Vlenit për të realizuar premtimin se ndryshimet kushtetuese do të miratoheshin brenda 6 muajve të parë të qeverisjes. Deklarata e Kostës e bëri të qartë se nuk ka rrugë tjetër për hapjen reale të negociatave me Bashkimin Evropian përveç ndryshimeve kushtetuese të dakorduara. Prandaj, heshtja e Vlenit sot nuk është kujdes politik, është pranim i pafuqisë, është dorëzim paravamuro DPMN-s, është largim nga zotimi mbi të cilin kërkuan besimin e shqiptarëve. Vlen nuk mund të sillet sikur nuk është pjesë e pushtetit, mban poste në qeveri, merr pjesë në vendimarrje dhe mban përgjegjësi për bllokadën që po e mban vendin larg rrugës evropiane. Aleanca për Shqiptarët në reagim po ashtu kërkon që Vlen menjëherë t'i kthehet marrëveshjes bazë dhe të kërkojnë nisjen e procedurës për ndryshimet kushtetuese. Nga partia në pushtet Vlen, në një qendrim të tyre për vizitën dhe mesazhin evropian të presidentit Costa, thanë se kjo konfirmon perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut. Integrimi në Bashkimin Evropian është përcaktimi ynë strategjik dhe aspirate gjeneratave të tëra. Vizita e presidentit Costa është inkurajim për të vazhduar me përkushtim reformat dhe proceset që e afrojnë vendin me familjen evropiane. Në këtë drejtim, Vlen do të vazhdojë të jap kontributin e vet institucional përmes zëvendëskryeministrit të parë dhe ministrit për çështje europiane Bekim Sali, duke mbajtur agjendën reformuese në qendër të procesit eurointegrues. Në fund, nga Vlen sigurojnë se mbeten të përkushtuar që përmes punës, dialogut dhe reformave të kontribuojnë në ndërtimin e një të ardhmeje plotësisht europiane për të gjithë.